Nevojitet kujdes i veçantë për pastrimin e xhamave të ndërtesave brenda në përputhje me ÖNR-D 2210. Është e rëndësishme mbrojtja e sipërfaqeve të brendshme nga lagështira dhe kur pastroni xhamat e sigurisë, keni kujdes nga gërvishtjet. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rrëshqitjeje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Kur pastroni xhama, nevojitet një sapun për larjen e xhamave dhe mundësisht detergjent për pikat e bojës. Për pastrimin e brendshëm të xhamave ju duhet mjaftueshëm material maskimi, një shishe sprej për të shpëlar papastërtitë ashpra nga sipërfaqet e xhamit, një fshesë dore, 2 kova drejtkëndore, një larës xhamash dhe një furçë sfunxheri, lecka mikrofibre, lecka pambuku thithëse dhe një leckë ilustrimi. Dhe mundësisht për heqjen e papastërtive më të forta, një kartë ose kruajtëse plastike. Të gjitha cergat hiqen me fshisën e dorës. Materialet maskuese dhe leckat thithëse vendosen në cepin e poshtëm, poshtë dritares. Dritare duhet të shpëlahet me ujë të pastër nga poshtë lart. Fillimisht korniza pastrohet me sapun për pastrim dritaresh dhe leckën e mikrofibrës. Më pas xhami pastrohet me larës xhamash. Në xhamin e lagur, një kruajtës xhamash ose kartë mund të përdoret për të tequr me kujdes çdo mbetje. Më pas, xhami hiqet uji me larsjen e dritareve dhe furçën e sfunxherit. Korniza duhet të thahet dhe të gjitha mbetjet mund të pastrohen me një leckë lustruese. Për të shmangur gërvishtjen e xhamave të tjerë, duhet të përdoret një kovë tjetër. Në rast se uji nuk është ndëruar shpesh.